lutem të tërë ata që na ndjekin tani, mos ta kafshojnë gjuhën për të thënë të vërtetën. Është shumë e rëndësishme që ne të njohim të vërtetën e gjithë secilit. Është shumë e rëndësishme. Ndodh një fenomen në shoqërinë shqiptare e rion, shumica nuk flasin. Nuk flasin sepse ruajnë pozitat e tyre, ruajnë veten e tyre, ruajnë fëmijët. Nuk flet ai, nuk flet ai, nuk flet ai, nuk flet ai, dhe aty bëhet si një kënet e ndënjur. Ju lutem, ndodhi një problem, të flasim, ta diskutojmë, të gjejmë mënyrën si mund të zgjidhet, se ne diskutuam jo për rroga, jo për komunikimi, por nuk tham se si mund të bëhet një sistem arsimor më i mirë. Folëm për terma shumë të gjëra, ata që janë tek divani të shtëpia që po të ndjekin, ata kur fleti për sisteme dhe për pagesa dhe thonë unë kam djalin atje. Mua më kërkon zysha të bëj një projekt me kaq lek, unë para nuk kam t'ja bëj, se ky thot prindi nuk i gjendet. Unë çfarë të bëj, se u pushtetet mia, më kupton? Mesazhi që ka lidhje ose s'ka lidhje fare me temën. Mesazhi shumë i thjeshtë, për sa kohë jemi qenie humane, komunikimi vjen i pari. Dhe shembulli mbi fjalën. Po. Nora, ka lidhje me temën, pa temën? Jo, dua të dal mbi temën, dua të dal në të përgjithshmen. Jetojmë në një shoqëri që ka psikovampir dhe njerëz pozitiv. Shpeshherë jemi shumë të ndikuar nga psikovampirët, që na marrin energjinë, që nuk na kuptojnë, edhe që një pasuri shumë të madhe që quhet gjua, e cila kocka nuk ka, po kocka thyen, e keq përdorin. Ndaj miq të dashur, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet analizave dhe intervistave, para se të thoni fjalën e rëndë, hyni ke lëkura tjetrit. Sepse askush në këtë jetë nuk ka ardhur për të bërë pis, po gjithkush mund të bëhet pis nëse eksperiencat e jetës së tij nuk do të arrijë që të mbledhë energjinë pozitive dhe të mos vjet përpall nga energjia negative. Bravo Nora. Eda? Një mesazh për çfarë duash ti, për gradën politik, për Jo, ajo s'do bëjmë për gradën. Për çfarë ke shef, për motivimin, për çfarë ke shef ti? Për fëmijët zemër, për fitoren e jetës, për dhimbjen, për çfarë ke shef ti? Është një shprehje shumë e bukur e cila thot që një padrejtësi diku është një padrejtësi gjithkund. Ne kemi një shprehje në Shqipëri që e themi shpesh, unë jap jetën për fëmijën tim, unë vdes për fëmijën tim. Dhe unë do të thoja, po sikur ta ndryshojmë pak edhe të jetojmë për fëmijët tanë, të jetojmë që fëmijëve tanë t'ju japim një shoqëri më të mirë, të jetojmë që fëmijët tanë të jenë në qendër të vëmendjes tonë, qendër të shoqërisë tonë, të jetojmë që ata të kenë më shumë parë kur të lozën, të jetojmë që ata të kenë shëndetësi më të mirë, arsim më të mirë, të reagojmë jo vetëm për fëmijët